si me thënë, titulli edhe emisioni që është dhe titulli librit e kujto është kjo kulturë. Gjithë kjo qasi që ju promovoni në i farë mënyre, si do bëhet me tekstet shkollore? Sepse nga një anë është dëshira për ta injektuar adetari në këto tekste, që do thotë romanticizmi ose idealizmi mbi faktet e vërteta, në kurisë të fakteve. Çfarë përvojësh mund të sjellim të paktën, nëse ne themi, kemi për referencë atë që ka bëri Perëndimi, po Perëndimi mitet nuk i mbajti, i shfrytëzoi për momentin dhe pastaj i hodhi. Ne nuk po e bëjmë këtë gjë, ne po i mbajmë mitet fort dhe madje ky është debati më i madh që shkakton shumë përplasje. Çfarë duhet të bëjmë me tekstet shkollore? Ku mund të gjejmë atë të mesmen e artë midis frymës kritike të parit, por edhe një ndjenje adetare? Derisa ti po flisje më kujton një tekst shumë me tension, profesor Artan Fugës, para shumë muajsh, i cilin ai gati sa smalkonte, si nuk u gjetë, thotë ai, një ministër kulture, i cili për një mend do t'ishte ministër, arsimi në fakt, i cili për një mend do të bënte reforma të mirëfillta në arsim. Ne kemi probleme shumë serioze me arsimin, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në gjithë botën shqiptare. Ne falë Zotit, tash kena një rrjet jashtëzakonisht të madh të shkollave, të gjitha niveleve. Bota shqiptare kur nuk ka pas më shumë universitete publike dhe private, kur nuk ka pas diversitet më të madh të shkollimit. Mirë po, e vërteta është që po të shikoni arsimin publik, tekstet shkollore ende kanë mbledh dhe hartohen me mendësitë e vjetra, shumë raste thash ose me mitologji ose me stalinizëm. Dhe këto mund të shikoni edhe në letërsi, po të shikoni edhe në histori, edhe në edukatë qytetare, edhe gjithandej. Prandaj shtrohet nevoja që të hapet një debat lidhur me këto tekste, edhe lidhur me nevojën që ato të rishikohen dhe të përshtaten me nevojat e reja që kanë gjeneratat e reja. Fjala vjen ende mësojmë edukatë qytetare në shkolla. Fëmijët tash më shumë kanë nevojë që të mësojnë tazëm edukimin medial, si lëndë, që të mësojnë si përdoren mediat, çka bëjnë mediat, si duhet të mbrohemi. Ka raste të varësisë së të rive prej internetit. Kompani statistikë të llahtarshme në Kore në Jugut, për shembull, prej 40 milion banorëve, 2 milion të ri janë të varur prej internetit deri në masën sa trajtohen si raste psikiatrike, sepse humbin ndjesinë e realitetit, jetojnë në botën virtuale. Pra na duhet tash gjeneratat e reja të ofrojmë mësime praktike për sjelljen në qytet, raportin me mediat, raportin me lirinë e shprehjes, këtë lirinë e shprehjes. Këto tekste me një fjalë duhet të rishkruhen nga e para, duhet të shkruhen nga ekspertë që kanë formime të reja, ndjeshmëri të reja, qasje kritike, dhe jo nga ata burrat e thinjur, sepse unë nuk jam thinjur plotësisht ende, të cilët i kanë shkru librat shkollor tash 40 vjet, pothuajse janë të njëjtit autor që i shkruajnë. Për kuriozitet mund të them tazam shumë vite jam marrë me tekste shkollore në shkollave të mesme të letërsisë edhe edukatës qytetare për të përgatitur testet e provimeve pranuese në universitet. Një autor i ka shkruar të gjitha librat e letërsisë për shkollat e mesme. Kjo është domethënë mënyra më e keqe e mundshme për të ofruar vetëm një version të interpretimit dhe për të kriju pastaj mendje të mbyllta, mendje dogmatike. Me një fjalë, kjo është një problem dhe kjo po ashtu lidhet edhe me këtë ridefinim, jo vetëm kulturës, pra jo vetëm kultura jonë që duhet të ridefinohet, duhet të rishikohet, por edhe arsimi duhet të ridefinohet dhe të rishikohet, sepse në shumë vende, siç është tazëm Finlanda ose edhe Holanda, kanë fillu të ndryshojnë edhe mënyra e mësimdhënies në shkolla. Në aspektin teknik, po. Dhe tash mi thonë të vërtetën, nuk është si para 50 vjetë që ka pas vështirësitë komunikimit, tash me një hyrje në internet ju mund të gjeni edhe metodat më të avancuara të mësimdhënies dhe çfarë unë konstatoj me keqardhje është që tene ka ende mungesë të vullnetit politik për të bërë reforma, sepse ende dominojnë politikën njerëzit e mendësive të kaluara, ata kanë sistemin e rrjedhëzimit në kulturë, në arsim, në ekonomi gjithandej, dhe ata këtë punë përjetojnë si pushtet
dhe nuk duan të alëshojnë këtë pushtet. Prandaj, gjeneratat e reja realisht po vuajnë nga një arsim i dopt publik, edhe jo vetëm fillor, edhe para universitarë përgjithsisht, por edhe universitarë, dhe unë besoj që edhe debatet e tilla do duhet të shërbenin për sensibilizimin e opinionit, për të arrit presionin mbi qeveritë tona për të ndryshuar çështjen ndaj arsimit në vendet tona.